Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet më shërbimet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të sjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju. Në jetën e njeriut, asgjë nuk ka më shumë vlerë se sa fuqia e bashkëpunimit, e bashkimit për qëllime të mira. Kur zemra bashkohen në sinqeritet dhe në dëshirën për të bërë mirë, atëherë lind një forcë që ndriçon shoqërinë, ngre moralin dhe forcon lidhjet ndërnjerëzore. Bashkëpunimi në vepra të mira është fryti më i bukur i besimit, sepse ai e shndron dashurinë për Allahun në veprim konkret dhe bën njeriu një urë drite për të tjerët. Feja islame e ka ngritur bashkëpunimin në të mira në nivelin e një detyre hyjnore, duke bërë atë pjesë të pandashme të jetës së besimtarit. Në një botë ku fatkeqësisht egoizmi dhe interesat vetjake shpesh e mbulojnë ndjenjën e mëshirës, bashkëpunimi në vepra të mira është si një oazë që i jep shpirtit freski dhe qetësi nga kjo botë e zymt. Ai e pastron zemrën nga mendje madhësia, e ushqen me dashuri dhe e lidh njeriu me të tjerët përmes vlerave të përbashkëta. Çdo ndihmë, sado e vogël qoftë ajo, çdo fjalë e mirë dhe çdo vepër që sjell dobi, bëhet një pjesë e ndërtimit të një bote më të drejtë dhe më të ndriçuar. Kështu, tema e bashkëpunimit në vepra të mira është një ftesë për të reflektuar mbi përgjegjësinë tonë si individ dhe si komunitet. Ajo na mëson se e mira nuk arrihet vetëm, por nëpërmjet të duarve dhe zemrave që punojnë së bashku për hir të Allahut, sepse aty ku njerëzit bashkohen në drejtësi, mëshirë dhe ndihmë, aty zbret bekimi hyjnor dhe ulëzon drita e besimit. Të dashur vëllezër dhe motra, do ju ftoja të ndiqnim së bashku surën e përzgjedhur për ditën e sotme, surën Bejina. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Ata që nuk besojnë prej jeftarëve të librit dhe imujtarëve, nuk do të largoheshin nga mosbesimi i tyre derisa të huminte dëshmia e qartë. Një i dërguar nga Allahu, i cili tu lexonte faqe të pastra Kur'anin, të cilat përmbanin rregulla të drejta. Ata që u ishte dhënë libri u përçan vetëm atëherë kur u erdhi dëshmia e qartë. E megjithatë, ata që janë urdhëruar vetëm që të adhuronin Allahun me përkushtim të sinqert,
duke qenë në fenë e pastër të Ibrahimit, si dhe të falni namazin e të jepni zakatin. Kjo është feja e drejtë. Në të vërtetë, ata që nuk besojnë për iftarëve të librit dhe idhujtarëve, do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, në të cilin do mbeten përgjithmonë. Ata janë krijesat të këqija. Padyshim, ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira, pikërisht, ata janë krijesat më të mira. Shpërblimi për ta është Zoti i tyre, kopshtet e Adlit, në për të cilat rrjedhin lumenj, e ku do të banojnë për herë. Allahu është i kënaqur me ta, por dhe ata janë të kënaqur me ata. Kjo është dhurata për ata që kanë frikë Zotin e vet. Këto ishin dhe detajetet e kësaj sureja. Allahu i madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ndihmojeni njëri tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqija dhe jo në gjunahe dhe armiqësi. Frikësoju Allahun sepse ai dënon mashpër. Ajeti i 2 i surës Maide. Me të vërtetë, thirrja që bën ky ajet në bashkëpunim për vepra të mira konsiderohet si rregull i përgjithshëm islam, që përfshin të gjitha sferat, si ato shoqërore, morale, politike, legjislative dhe të tjera si këto. Ai i obligon të gjithë muslimanët që të bashkëpunojnë në kryerjen e veprave të mira e të dobishme dhe i ndalon ata që të bashkëpunojnë në vepra të këqija dhe mëkate, ku përfshihet padrejtësia dhe të gjithë llojet e saj, shtypja dhe devijimi. Këto gjëra janë të ndaluara në fenë pastër islame. Ky parim i islam është në kundërshtim të plot me parimin që mbizotronte në kohën e ignorancës përpara ardhes së islamit dhe vazhdon të zbatohet edhe në këtë kohë. Ai parim thotë: ndihmoje vëllain tënd nëse i është bërë padrejtësi ose ka bërë padrejtësi. Në kohën e ignorancës, të nderuar dëgjues dhe shikues, nëse një grup i një fisi sulmonte një grup të një fisi tjetër, atëherë pjesëtarët e fisit sulmues ngriheshin të gjithë për përkrahjen e sulmuesve, pa marrë parasysh sa është i drejtë apo jo sulmi i tyre. Edhe në kohët e sotme i shikojmë ndikimet e këtij parimi të ignorancës në marrëdhëniet ndërshtetërore dhe veçanërisht vendet aleate të cilat ngrihen për të mbrojtur njëra tjetrën dhe bashkëpunojnë së bashku për çështjet ndërkombëtare, pa ruajtur parimin e drejtësisë dhe pa dalluar drejtësinë nga padrejtësia. Islami e anulloi totalisht këtë parim të xahiliyetit, pra të ignorancës, dhe u bën thirrje muslimanëve që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin në vepra të mira, në plan programe të dobishme dhe që sjellin veçse zhvillim dhe progres për jetën tonë. Islami e ka ndaluar bashkëpunimin në vepra të këqija, që janë në padrejtësi dhe në armiqësi. Dhe argumenti për këtë është ardha e dy fjalëve: punë të mira dhe në të ruajtur nga të këqija, thot Allahu i madhëruar në ajetin e 2 të surës Maide. Vërtet, fjala e parë mbart kuptimin pozitiv, largon për nxitjen në bërjen e veprave të tregon për nxitjen e bërjen e veprave të dobishme, dhe fjala e dytë, në të ruajtur, mbart kuptimin e ndalimit të bërjes së punëve të këqija dhe të ruajtjes nga ta. Bazuar në këtë parim, bashkëpunimi dhe përkrahja duhet që të kryhet si në thirrjen për të bërë vepra të mira e të dobishme, ashtu edhe në luftimin e veprave të këqija. Këtë ligj, jurisprudenca islame e ka përdorur në çështjet e të drejtave civile, dhe kjo jurisprudencë i ndalon ato marrëdhënie dhe marrëveshje tregtare në të cilat ka natyrë për të ndihmuar në përhapjen e veprave të këqija, apo të ndaluara në fenë e pastër islame, siç mund të jenë shitja e rrufshit në një fabrikë të prodhimit të alkoolit, apo marrja me qira e vendeve për të ushtruar vepra që nuk janë të lejuara në fenë e pastër islame, e shumë të tjera. Dhe me të vërtetë, ringjallja e këtë parimi në shoqëritë islame
bashkëpunimi i muslimanëve në vepra të mira dhe në plan programe të dobishme e progresive, pa i dhënë rëndësi lidhjes që ka personi nga ana e fisit, origjinës ose dhe prejardhjes, ndalimi i dhënies së çdo lloji ndihme personave që praktikojnë padrejtësinë dhe armiqësinë, pa marrë parasysh se ka grup ndjek dhe kujt rrymë të padrejtë përket, të gjitha këto largojnë shumë mosmarrëveshje shoqërore. Pra nëse njeriu largohet nga gjërat e këqija dhe vendos dorën e tij mbi dorën e vllajt të vet musliman në fe, pra, dhe bëjmë vepra të mira dhe bashkëpunojnë në të mira gjithmonë, duke pasur një plan program të dobishëm dhe progresiv, atëherë e keqja nuk i mund, por ato e mundin të keqja. Ndërsa në marrëdhënien ndërshtetërore, nëse të gjitha shtetet e botës do të ishin të gjithë së bashku në një mendim për paqe, për siguri, për të gjithë shtetet në anën e bardhë në globit, atëherë edhe këtë mund ta quajmë në atë kohë pra si një bashkëpunim në vepra të mira. Transmetohet nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: kur të ndodhë dita e Kiametit, thret thirrësi: ku janë të padrejtit, ndihmuesit e të padrejtëve dhe të ngjashmëve me të padrejtit, deri dhe ata që mprehen lapsat? Pastaj ka thënë: ata do të tubohen në një tabut prej hekuri dhe do të hidhen në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruaj. Në një hadith të ardhur përsëri nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por në këtë moment i është drejtuar Imam Aliut alayhis salam, i ka thënë: o Ali, nga ky ummet, pra ummeti i profetit Muhammed, 10 persona do ta mohojnë Allahun e madhëruar, prej tyre është edhe ai i cili u fshet armiqve. Dhe këtë hadith të thellë dhe plot kuptim, profeti Muhammed i drejtohet Imam Aliut paqja qoftë mbi të me një paralajmërim që mbart një mesazh të përgjithshëm për çdo besimtar musliman. Ai tregon se në mesin e këtij ummeti do të ketë njerëz që me veprimet e tyre do të mohojnë Allahun e madhëruar, edhe pse ndoshta me gjuhë do të thonë se ato janë besimtarë. Ky mohim nuk është gjithmonë i shprehur me fjalë, por shpesh manifestohet përmes veprimeve që janë në kundërshtim me urdhrat e Allahut dhe me ndjenjat e besnikërisë dhe fesë. Profeti, në urtësinë e tij të pakufishme, e përmend ndër këta njerëz dhe ato që ndihmon armiqtë e fesë. Kjo fjalë në dukje e thjeshtë, por përmban një dënim shumë të madh moral e shpirtëror, sepse njeriu që ndihmon armiqtë e fesë, qofshin ato me shpata në dorë apo me qëllime të fshehta për të shkatruar dhe për të çorientuar shoqërinë në drejtësia, në fakt po jep dorë të keqes të përhapet dhe i pëndon vetes, shoqërisë dhe anën e botës. Ai po bëhet shkak që gjaku i të pafajshmëve të dete, që padrejtësia të fitojë mbi të drejtën dhe që errësira të mbulojnë dritën e së vërtetës. Prandaj Allahu xhaleshan na tërheq vëmendjen dhe na thotë të bashkëpunojmë në të mirë dhe të ruhemi nga e keqja. Kjo nuk ka të bëjë pra për shembull me pjesën ku në hadith është përmendur i cili shet arma armiqve, nuk ka të bëjë vetëm me armat fizike, por edhe me çdo lloj ndihme që jepet armiqve të së vërtetës. Çdo fjalë, veprim apo përkrahje e vogël qoftë ajo që ndihmon në shtypjen e së drejtës, në përkrahjen dhe në përhapjen e padrejtësisë apo në shtrëmbërimin e fesë, kjo është një formë e shkatërimit. Ai që përfiton nga dobësia e të tjerëve për interesa personale, ai që ndihmon pushtetin e të padrejtë, ose ai që mbjell përçarje mes besimtarëve musliman, është në thelb duke bërë atë që hadithi e përmend si një mohim i Allahut xhaleshan. Ky hadith na thërret të jemi vigjilent, të mos bëhemi kur vegla të padrejtësisë, edhe nëse ajo vishet me petun e ligjshëm apo me fjalë të ëmbla. Islami na mëson se drejtësia është themeli i çdo besimi, dhe besimtari i vërtet nuk mund të pajtohet me asnjë formë ndihme që shkon në dëm të së drejtës. Si thotë Imam Aliu alayhis salam, mos u bëj ndihmës e atyre që shtypin, sepse do të jesh bashkë me ta në zjarr. Prandaj të nderuar dëgjues dhe shikues, ky hadith
nuk është vetëm një paralajmërim historik, por një pasqyrë që na detyron të shohim vetveten në çdo moment. A jemi ne prej atyre që qëndrojmë besnik fjalës të Allahut në çdo kohë, apo ndonjëherë me heshtje, me frikën apo me interesin ton, i japim dorë armiqve të së drejtës? Përgjigjja e kësaj pyetje është ajo që cakton nëse jemi vërtet ndihmës të së mirës apo shitës të armëve që plagosin shpirtin e ummetit. Drita e këtij hadithi na udhëzon drejt përgjegjësisë, ndërgjegjes dhe qëndrueshmërisë në fenë e pastër islame në këtë udhë që çon në kënaqësinë e Zotit të gjithësisë. Ky hadith na mëson se besimi nuk është vetëm fjalë e butë në gjuhë që nxirret nga moment në moment, por një angazhim i thellë për të mbrojtur të drejtën, për të mbrojtur të shtypurin, për të mbrojtur fjalën e mirë dhe për të përhapur fjalën e Allahut xhaleshanhu që është fjala më e drejtë nga çdo fjalë tjetër. Të mos bashkëpunojmë kurrë me të keqen dhe për të qëndruar gjithmonë me të vërtetën, sado e vështirë të jetë ajo rrugë. Në këtë qëndrim qëndron dallimi midis atyre që i përkrasin vërtet Allahut dhe atyre që e mohojnë atë përmes veprave të tyre. Allahu na ruaj nga të njerëz e këto të fundit. Qofshim për atyre të cilët dëgjojmë fjalën e Allahut, bindemi dhe vazhdojmë në këtë rrugë të palëkundur. Qofshim për atyre të cilët ngrim duart në qiell dhe i lutemi Allahut të madhruar të na parështoj, të na udhëzojë në rrugën e drejtë dhe të mos na lër kushtesi në këtë rrugtim sa të kemi frym. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke u uruar një xumë të begat, Allahu ju paspranuar çdo adhurim tuaj në këtë ditë. Tashmë ju përshëndesim përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begati të Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن محمد